Virtyti i 11. Aliu dhe Fatimia janë njerëzit më dashur për profetin Muhammed. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Tirmidhiu përcjell në librin e tij me zinxhir transmetimi nga Ibn Burejde, transmeton nga babai i tij se ka thënë: nga gratë më e dashura për të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ishte Fatimia, ndërsa nga burrat Aliu. Këtë hadith e transmeton edhe Nisaiu, Hakimi, Taberaniu dhe të tjerë. Gjithashtu këtë hadith e kanë saktësuar dhe e kanë vërtetuar dietarë si Tirmidhiu, Hakimi dhe Hebiu, Ebu Ishaq el-Huaini, Sejid Hasan es-Saqafi dhe shumë të tjerë. Transmetohet nga Xhemiu Ibn Umeri se ka thënë: një ditë hyra bashkë me babain tim tek Aishja për ta pyetur pas perdes, rreth Imam Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ajo na tha: po më pyesni rreth një personi që nuk di të ketë pasur njëri më dashur tek i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se sa ai. As gruaja e tij nuk ishte më e dashur se ai. Këtë hadith e transmetojnë Nisaiu, Tirmidhiu, Hakimi, Ebu Yala dhe Taberaniu. Këtë hadith e saktëson Tirmidhiu, Hakimi, Huaini dhe Sejid Hasan es-Saqafi. Transmetohet nga Nuamen ibn Beshiri se ka thënë: një ditë Ebu Bekri kërkoi leje nga i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për të hyrë në shtëpi. Në ato momente dëgjoi zërin e lartë të Aishës, e cila tha: pasha Allahun, e di që Aliu është më i dashur te ty se babai im dhe unë. Këtë e tha 2 ose 3 herë. Pasi Ebu Bekri i mori lejen për të hyrë, ju drejtua vajzës së tij dhe i tha: o vajza e filanes, po të dëgjoj që e ngre zërin kaq shumë pranë të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Këtë hadith e transmeton Ahmedi, Nisaiu dhe Haythami. El-Huaini el-Athari, verifikuesi i librit El-Qasais, ka thënë: zinxhiri i transmetimit të këtij hadithi është i saktë. Ibn Hajar në librin e tij thotë se Ahmedi, Ebu Daudi dhe Nisaiu e kanë transmetuar këtë hadith me një zinxhir të saktë transmetimi.